për Shqipërinë. Por qeveria juaj ka mbështetur resortin luksoz, mbështetur nga Jared Kushner, që ka sjell shqetësime edhe në Bruksel për standardet mjedisore dhe për procesin antarësimit të Shqipërisë. Si justifikoni mbështetjen e një projekti që komisioni publikisht, për cilin komisioni ka ngritur publikisht shqetësime sa i takon procesit të antarësimit? Komisionere, nga pikpamja juaj, protestat aktuale në Shqipëri, a mund të ngrënë probleme që do të ndikojnë në aftësinë e Shqipërisë për të përmbushur kriteret e antarësimit në BE? Nga vitet e gjata në detyrë kam mësuar që kur thua Bruksel është një fjalë shumë komplekse, ka shumë organisma dhe ka shumë zëra në Bruksel. Për ne, të gjitha zërat në Bruksel janë mjaft të respektueshme, por ka një fjalë që e marrim shumë seriozisht, që është zëri i komisionit. Deri më tani më duhet t'ju them se komisioni është në krye të gjithçkaje, duke qenë shumë i mirë informuar, bazuar në fakte. Dhe arsyeja pse them gjithmonë, gjys për një kohë të gjatë, që në këtë botë informacioni apo sistemeve shumë kaotike informacioni dhe pikpamjeve mjaft të debatueshme, ku e vërteta gjen gjithmonë më pak hapësirë, e gënjeshtra dhe gjysmë të vërtetat, vërtetat e rreme gjejnë gjithmonë më tepër hapësirë, komisioni mbetet në fakt ai që mban fort objektivitetin, sepse komisioni punon bazuar në fakte, punon bazuar në të dhëna, punon bazuar në burime të verifikuara. Ndaj jam i sigurt që edhe ju, në qoftë se do të kishit interes për faktet, për të dhënat, për burimet e verifikuara, do të kuptonit se nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Projekti është ende punë në vazhdim. Projekti nuk është askund, nuk mund të shihet askund dërimtar sepse nuk është finalizuar. Dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis është në proces e sipër. Gjithçka po bëhet sipas rregullave qysh prej ditës së parë, pavarësisht emrave. Përmendja e emrave nuk është diçka që na ndihmon për të shkuar tek e vërteta. Dhe kur them sipas rregullave, ka vetëm një libër rregullash që vlen për ne, që është libri i rregullave të standardeve të antarësimit dhe libri i rregullave të Komisionit të Bashkimit Evropian. Pra, ideja që Shqipëria do të vazhdonte përpara me diçka që nuk do të ishte në përputhje të plot me librin e shenjtë të besimtarëve ateistëve në Shqipëri, që janë standardet e parimet e Bashkimit Evropian, është pretendim pa bazë. Pra nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Zero. Ne do të bëjmë një projekt që do të jetë krenari për Shqipërinë e për Europën. Kjo është ambicia ime. Shqipëria duhet ta bëj realitet për veten dhe për Europën. Dhe sigurisht në proces do të jemi, siç kemi qenë deri tani, shumë rigoroz për të kërkuar asgjë përpos standardeve më të larta. Do të kërkojmë vetëm diçka që do t'i bëj të gjithë krenar që e kanë këtë gjë në mes të Evropës. Në të kundërt nuk do të ndodhë.